thankful, grateful that I have the best team with me for hair and makeup, and I'm so thankful that they're with me. You dua. You dua. You dua. Aktoria e njohur turke Meryem Üzerli, e cila fitoi popularitet të jashtëzakonshëm në Shqipëri dhe Kosovë, me rolin e saj te hyrjemi në serialin e suksesshëm Sulejmani i Madhërisëm, ka marrë pjesë së fundmi me një event të rëndësishëm të organizuar nga Variety. Pjesëmarrja e saj në këtë event të njohur është bërë në kuadër të shfaqjes së saj të re televizive të tituar Ru. Aktoria, e cila njihet për elegancën dhe stilin e saj unik, ka zgjedhur që përpamjen e saj të kujdesen dy grimiret e njohur nga Kosova, Selma Kasumović dhe Kaçi Leshi. Kjo zgjedhje e saj është një vlerësim i madh për talentin shqiptar në fushën e grimit dhe stilimit, duke treguar edhe një herë se artistët nga Kosova po fitojnë gjithnjë më shumë vëmendje në skenën ndërkombëtare. Në një video të publikuar në rrjetet sociale, Meryem Üzerli ndau emocionet e saj për eventin dhe falenderoi ekipin që kujdes për pamjen e saj. Përshëndetje, po bëhem gati momentalisht në Cannes, sepse kemi një event shumë të mirë dhe të rëndësishëm në bashkëpunim me Variety për projektin tim të ri Ru, dhe jam shumë falenderuese që kam ekipin tim më të mirë me vete, për flokët dhe krimin, u shpreh aktoria duke shoqëruar fjalimin me një buzëqeshje të ngrohtë. Por ajo që e bëri momentin edhe më të veçantë për fansat shqiptar, ishte fakti se Üzerli u shpreh në shqip duke thënë fjalët "ju dua". Ky detaj emocionues u prit me shumë entuziazëm nga ndjekësit e saj në Shqipëri dhe Kosovë, të cilët gjithmonë kanë treguar një dashuri të madhe për aktoren. Meryem Üzerli u bë e famshme në mbar botën për interpretimin e rolit të sultaneshës Hürrem, një figurë historike e njohur për zgjuarsinë dhe ndikimin e saj të madh në perandorinë osmane. Fal këtij roli, ajo krijoi një lidhje të fortë me publikun shqiptar, i cili e ndoqi me pasion çdo episod të serialit Sulejmani i Madhërisëm. Pjesëmarrja e saj në evente të mëdha ndërkombëtare si ai Variety dhe zgjedhja për të bashkëpunuar me profesionistë nga Kosova tregon se aktoria ka një vlerësim të veçantë për artistët shqiptar dhe punën e tyre cilësore. Selma Kasumović dhe Kaçi Leshi janë dy emra të njohur në botën e grimit, duke bashkëpunuar më parë edhe me shumë myje të tjerë të njohur. Ky moment i veçantë vërteton edhe një herë ndikimin e madh që arti dhe kultura shqiptare po fiton në skenën ndërkombëtare. Zgjedhja e një aktore e kaq të famshme për të bashkëpunuar me profesionistë shqiptar është një tjetër hap përpara në prezantimin e talentit shqiptar në botë. Ndërkohë, seriali i ri i Meryem Üzerli Ru pritet më shumë interes nga publiku, duke shpresuar që të jetë një tjetër sukses në karrierën e saj të shkëlqyer. Me talentin dhe sharmin e saj, ajo vazhdon të mbetet një nga aktoret më të dashura për publikun shqiptar dhe ndërkombëtar.